emër të popullit, merr dhe publikisht shpall të akuzimit. I akuzuari nga Museli, dhe të dhëna si për në shpresat e lëndës, konform ligjit 364, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëhyrje, vrasje dhe ngarimi 173, paragrafin e pika 1.3 dhe 1.4 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Pljova, me të dhëna si për në shkresat e lëndës, konform nenin 364 të Kodit Procedurës Penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëhyrje, vrasje dhe ngarimi 173, paragrafin 1, pika 1.6, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Pljova, konform nenin 364, Kodit Procedurës Penale, është fajtor për veprën penale, vajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari pushtrim Kopalla, me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 Kodit Procedurës Penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin pushtrim Kopalla, konform neni 362, paragrafin 1, nën paragrafin 1.1 të Kodit Procedurës Penale, për shkak se prokuroria e shtetit është tërheq nga akuza, gjykata sjell gjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërim mbi veprën penale apo kryerje të tyre nga neni 378, paragrafin 1, pika 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata, në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të Kodit Procedurës Penale të akuzuarit i gjykon. Të akuzuarit Naim Murseli dhe Granit Pljova ju shqiton dënim me burgim përjetshëm. Pas plotësisë së këtij gjykimi. Të akuzuarit pushtrim Kopalla i shqiptohet dënim me burgim në kontratje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 pas konform neni 79, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të akuzuarve Naim Murseli, Granit Pljova dhe Poshtrim Kopalla, tukë llogaritët kohë kaluar në paraburgim nga data 11/2023 e tutje. Të akuzuarve Naim Murseli, Granit Pljova dhe Poshtrim Kopalla i vazhdon mosa paraburgimit. Detyrohen të akuzuarit që t'i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ku do të përfshihen edhe ekspertizat mjekoligjore të kërkuara nga mbrojtësi, po këtë do ta bëjë gjykata në llogarinë e saj, si dhe secili veç e veç në emër të paushallit gjyqësor do të paguajë shumën prej nga 500 euro, si dhe në emër të kompenzimit të viktimave të krimit, shumën prej nga 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita kur gjykimi të marrë formën e prerë në kërcënim të përmbarimit të dhoshëm. Fala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest juridiko-civil. Kundër këtij gjykimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Ky është verdikti i gjykatës themelore në Prishtinë në këtë çështje penale. Ditën e mirë.
Ne pak telefonat, telefonat se s'punojnë po kuzë. Telefona që i shtojnë drejt. Telefona pak.